Pensionistët në fshat vijojnë të shprehin pakënaqësi për vlerën e pensionit që marrin. Ata kryesisht janë bujk dhe vlera e pensionit është shumë e ulët në krahasim me nevojat që kanë. Të detyruar, ata vijojnë të punojnë në bujqësi për të ndihmuar të ardhurat ekonomike të familjes dhe plotësimin e nevojave familjare. Eleza Lezi nga fshati Bërshik Lozi thotë se përveç se puna të mban mirë fizikisht, në kushtet kur pensioni është minimal, bëhet e domosdoshme. Por sipas tij, çmimet e proceseve bujqësore janë të larta dhe kosto e bujqësisë është e rritur. Ai shprehet se me pensionin që merr nuk mbulon dot shpenzimet mujore, ndërsa edhe çmimet e punimit të tokës, të farave, plerave kimike të tjerë janë shumë të papërballueshme. Megjithatë, 81 vjeçari Elezi thotë se sa të ketë shëndetin nuk do t'i ndahet punës në bujqësi. Punoj çdo ditë. As Covidi s'm kapi, as gripi s'm kap. Fare, nuk mori ilaç. Nuk i përdor. Janë helma ata. Në 6, dalë në punë. Pi kafën edhe dalë në punë. Dhe ku të erët. Misi edhe kondehet me mirë gruni, edhe lëpët e hajnë, edhe pullet e hajnë, o së modë. Me pensionet imi shumë dëbët të pak nësë. Me një matjere se për tjetë për pensionet as tokë as milët, as kafi as pijet. Lejlja që të mos i diskuto fare, vesh mbi jeto me pensionin, 130.000 lek. Na kene të një 2.000 lek se rate, falem ne, 2 kafe i kumpaj pa lek. Vetëm për të një mu pensionin, as gjë tjetër, jas kam as një ditërim tjetër, po nuk i përballojmë, me ditëromi punojmë, me bijet bashkë. Punat ti hek të gjitha, të hek stresin, të hek lodhjen e gjitha ti bo. Shnetin e ke të mon, oreksin e ke të mon, s'te po gjë punat, kom thënë një herë. 200 ka shku i nga parcela, mella 2 delim jash, i delim e gjysëm mesër, 250.000 lek. Pa faren, pa pleha kimike, dhe fishën e po. Vetaj brejnë karotës dëre, tha 105.000 lek, por e thash nuk thash për benzo, thash për një karotës është zoti. Ka që tha është shmimi, por thash nuk e mërë. Vlera minimale e pensionit të fshatit është 12.000 lek të rinj, por pensionistët thonë se ato nuk mjaftojnë as për medikamente mjekësore që marrin për shkak të sëmundjeve të moshës.